Nuk e folur me tani. E ke para të autobusin që ka hyrë Milan. Autobusin e famshëm, Po, atë famshëm. aty është tani tani. Ka ngel majt lumit. Kështu që duhet vim ta marrim me varg ta bjem këtu. Edhe kështu më briken kështu. E kështu. Po pëlqejnë njerëzit, asgjë të keqe. Pëlqejnë njerëzit. Asgjë të keqe s'ka në fund të ditës. Po, kur pëlqejnë s'ka asgjë të keqe, se kur s'pëlqejnë, nuk pëlqejnë. Po kur të pëlqejnë ka gjë të keqe? Ha? Kur të pëlqejnë. Jo, po nëse më pëlqejnë. Nëse nuk pëlqejnë, nuk më pëlqejnë. Nëse kur të pëlqejnë ai. Jo, s'ka gjë të keqe. Nuk ka gjë të Është keqe. një lloj vlerësimi. Person të pëlqejnë. Pra, është një lloj vlerësimi. Pse jo? Ama, që ty të pëlqen pëlqimi i pëlqimtarit, duket se mos të pëlqente, kishe thënë, le të rri larg. Po ti na the, pse s'ban marr ky pak më shumë? Jo, por në momentin me bën një gjë me rëndësi që më pëlqen, po në momentin që i person shpreh vazhdimisht pëlqen. Atëherë. A mund të afrohemi çik se zhurma e këtyre më mjegullon mua bën. Në momentin që ta them trosh tash, në momentin që unë them që nuk kam pëlqim, edhe ai person tjetër thotë që ka pëlqim, okay, e vlerësoj vlerësimin. Në momentin që ai personi vazhdon të thotë un kam pëlqim çdo herë, kur mu thjesht më vjen sa pikë pyetje dhe them ne gjatë ditës nuk flasim fare, do të thonë nuk na lidh asnjë gjë fare dhe them pse vazhdon dhe thot kur asnjëherë nuk thot mirëmëngjes se nuk a kupton. Kto më ka lind vetëm pikë pyetje, po nuk kam thënë që ky do të më bëj gjë, a kupton. Unë i kam thënë unë nuk kam pëlqim për vete dhe i kam thënë shif se unë duaj lloj distance kaq. A ka se duhet të flas seriozisht. Do të flas vërtet seriozisht. Unë vetë për një vajzë që pëlqej e kam ndryshe tipin nga ky djali që po diskutojmë në studion e të dy bashkë. Se e ke kështu, e ke më mirë kur shih distancë. Janë gjithmonë të ndryshme. Po patjetër. Unë jam një person që është për ndryshe pëlqim. Ama kujdesi i një personi në raport me një vajzë e pëlqen është shumë për të vlerësuar apo. Është tepër nga egosi puna jote që pret një çun që është ndryshe nga tjerët. Besoj që ti kërkon një djalë që është ndryshe. Jo, nuk e kërkoj ndryshe nga tjerët, e kërkoj thjesht të më pëlqej mua dhe të ngjisi me mua, kupton? Nuk është se unë kërkoj ndaj lloj çuni, jo, nuk është fare, domethënë ky perceptim nuk është ai që unë kërkoj. Nuk më thua që ti s'ke asnjë pretendim për djalin që dëshiron të kesh në krah. As ti nuk mund të thuash mua që unë pretendoj të jetë ndryshe nga tjerët, ta kupton? Po për ty një djalë si gjithë të tjerët është djali që ti. Po nëse mua më pëlqen po, pse jo? Çka kanë gjithë të tjerë? Që të të pëlqej do të jetë diçka e veçantë apo jo? Jo, do të jetë vetëm të ngjisi mua. Nuk është se kërkoj ndaj ai që të ngjit ty, nuk është djali i përgjithshëm, se po të kishte qenë ti do kishe patur tani më një histori dashurie të fortë me dikë, se djem të përgjithshëm ka plot. Sikurse edhe vajzat përgjithshme. Kjo nuk është të fyesh dikë, është jo, është thjesht se unë i kam pas sa probleme familje ca gjëra që nuk më kanë lënë me u mirë, me çunat, me dal, me njoftu se ndaj gjë, edhe thjesht nuk e kam gjetë veten te ata persona që i kam njoftu deri sot. Kaq. Po nuk kam thënë asnjëherë që unë nuk kam njoftu askënd, a kupton? Jo, absolutisht. Njofja është gjë normale. Sidomos si 25 vjeçare. Ka ka mundësi të lutem mos ikësh të rish aty, mos hapesh komente fare, rri aty mbështetu dhe dëgjoj aty. Atë bëj. Komplet dakord me atë që thua ti, që nga njëherë situatat, kjo ka qenë vetë arsyeja ime kryesore që unë jam shkëputur komplet nga çdo lloj argumenti që mund të bëja për lidhjen tuaj në atë që ne quajmë lojë, sepse e kam menduar vetë këtë gjë. Dhe kur kam marrë ditët kam thënë, briku me këtë histori, unë me ty do kem që do kem, por me këtë histori kur nuk merrem ta përdor në asnjë rast kundër teje, kurse kam bërë. Këtë e super kuptoj. Po asnjëri nga ne nuk pret që personi që kemi në krah të jetë i zakonshëm. Mund të jetë i zakonshëm për ju Elën, po për ty njeriu që do është njeriu më i jashtëzakonshëm në botë apo jo.